Territori i Kosovës për datën 21 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit relativisht të qëndrueshëm me vranësira dhe intervale me diell. Paraditja do të jetë e ftohtë me vranësira të pjeshme, ndërsa pasditja sjell intervale me kthjellime. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 7 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:17 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 1 deri në 4 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 2 gradë Celsius. Kënderaj 1 deri në 5 gradë Celsius. Pej 1 deri në 5 gradë Celsius. Prishtinë -1 deri në 3 gradë Celsius. Gjakov 2 deri në 7 gradë Celsius. Malishev 1 deri në 5 gradë Celsius. Gjilan 0 deri në 3 gradë Celsius. Perizaj 0 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik -1 deri në 3 gradë Celsius. Suharek 2 deri në 6 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 6 gradë Celsius.